Pse mendoni ju, profesor, se opozita ka këtë qasje që ju e kritikuat, nga buron, pse është e detyruar tjetë kështu? Pse nuk vetë përmirësohet rrugës? Ose cila sipas jush do t'ishte formula që duhet të aplikonte për të shndërruar në një alternativë rotacionin në afat shkurtër, se t'ju pyes për qeverinë që a ka arritur në pikën për t'u larguar, do më duke si pyetje retorike. Mund të pyes edhe për këtë pyetje retorike, unë nuk nguroj të përgjigjem, por jemi tek tema që kemi filluar. Arsyet janë disa. Unë për veten time i kam thënë hapur me dashamirësi. Pse me dashamirësi? As pak për në një altruizëm ndaj opozitës. As pak. Por sepse unë kam bindjen e plot tek analiza e bërë nga një nga etrit e mendimit filozofik dhe politik Aristoteli, dhe pastaj të marrë në shekuj të përsëritur, që thot, nëse politika nuk është e normalizuar, nuk funksionon si duhet, mos prit të funksionoj as mjekësia, as shkenca, as artimi, as arti, as familja, as autobusi, po deshe, çfarë duash. Dhe Aristoteli thot, politika është shkenca e shkencave në shkuptim. Jo se politika zbëton shkencat. Por asgjë nuk funksionon nëse politika s'është në rregull. Dhe politika është në rregull atëherë kur midis pushtetit dhe opozitës ka një ekuilibër, ka një kontroll, që do të thotë nëse ky kontroll bie, prek e mund direkt drejt për drejt, prek e qytetari, po ndofta qytetari, disa e kuptojnë, disa se kuptojnë, mos më duhet fare nga kjo pikpamje se jam cinik. Unë kuptoj atë që kuptoj, që do të thotë, unë si intelektual kam dy probleme të mëdha me këtë. Cili është problemi? Problemi i parë është se arsimi, shkenca, kultura, në cilën unë punoj dhe në fundit një jetë që më vjen në këtë qiell e mbi këtë tokë, nuk dua ta kaloj në mënyrë dështuar, pra kam të drejtë të ngren në qiell zërin tim. E dyta, për arsyen e plot, se nëse opozita nuk është funksionale në rolin e saj politik, jemi ne detyruar të bëjmë opozitën. Dhe duke qenë ti i detyruar të bësh opozitën, ose në një farë mënyrë të kritikosh, ti paguan me çfarë? Paguan me, si thuash, disa pasoja që kanë të bëjnë me karrierën tënde, me jetën tënde psikologjike, me statusin tënd social. Jeta jote bëhet e vështirë. Pse? Se ti merr përsipër të bësh atë që një deputet i opozitës mund ta bëjë në mënyrë të rehatshme, i mbrojtur, që merr parat për atë, dhe mos harroj merr parat, jo vetëm qeveria, por merr parat edhe deputeti i opozitës, nga parat tona. Nuk mund ta konsideroj veten si një misionar, jo është një funksionar. Dhe ky koncept duhet futur, jo për të hedhur vrerë ndaj opozitës, po për të kuptuar që duhet të maten mirë kur të hedhin gurin apo shishen e molotovit virtual mbi intelektualët, që sipas tyre po heshtin, mbi qytetarët që sipas tyre meritojnë ato që pësojnë, sepse duhet vinë të rëshesh të utopira. Tani, pse është kështu? Është kështu për 1000 arsye, dhe unë nuk dua të numëroj, sepse jeni ju që drejtoni bisedën. Jo, po duhet këtë një arsye kryesore. Arsye e parë, një që mund të artikulohet më shumë. Arsye e parë është sepse është goditur fort nga një pushteti, dy nga faktor të jashtëm shumë të rëndësishëm, siç është shpallja e kryetarit të Partisë Demokratike non grata. Unë nuk e di, edhe nuk marr përsipër të them është e drejtë apo e pa drejtë, po di që kjo ka ndikuar shumë në këtë element. E treta, edhe goditje që ka marrë nga drejtësia, sepse vazhdojnë gjyqet pafund, hetime pafund, ndërkohë që unë si qytetar do të doja që këto hetime të mbarojnë sa më shpejt, pa pretenduar se
janë të përfundueshme shpejt, se mund të jenë shumë të komplikuara, por problemi është që qytetarët presin të dinë nëse këta tenor të opozitës janë të fajshëm po të ndëshkohen. Janë të pafajshëm, të vazhdojë jeta politike. Një nga dyja, dhe jo vetëm për ata, për gjithë ata që akuzohen. Tani, pra, goditjet i ka marrë nga kjo pikpamje që t'jemi të qartë, si thuash, është një goditje nga jashtë, të cilën opozita së brendshme nuk mundi ta përballojë. Dhe s'ka mundur ta përballojë. Pse s'ka mundur ta përballojë? Cila duhet ishte arsyeja? Arsyeja është mbyllja e opozitës brenda vetvetes. Që do të thotë, leadership i opozitës është i mbyllur brenda një bunkeri dhe nuk do të hapet. Nuk do të hapet për 1, 2, 3, 4, 5 arsye që mund t'i shohim, mund mos i shohim varësisht tuaj, por arsyeja kryesore tjetër e brendshme është politika e mosapjes, e mbylljes, e bunkerizimit, e shpërndarjes së leadershipit brenda disa figurave të cilat unë po them janë të konsumuara në publik. Tani, logjikisht çdo opozit, sado e dobët, do ta shfrytëzonte më së miri këtë moment të artë përballë një qeverie që përveç se është e konsumuar në mandatin e saj të katërt, po edhe me gjithçka po i del në shesh, por nuk po ndodh kështu. Tani, sigurisht që Partia Demokratike është kryesorja dhe më e madhja në opozit. Megjithatë, ka edhe filiza të reja. Tani, nuk e di si mund t'i quani ju, po parti të vogla, të reja, që po mundohen të hyjnë në skenë, morën një numër të konsiderueshëm votash në zgjedhjet e fundit. A beson të ndokënd prej tyre që mund... Jo. 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 Deri tani. Po, deri tani, patjetër. Deri tani. Qofse Pse jo? ka dinamika të tjera, Pse jo? po. Pse jo? Sepse arsye e parë është sepse ata janë brenda një kurthi që nuk është faji tyre. Cili është kurthi? Kurthi është që në qoftë se ata me të drejtën e tyre legjitime hynë në fushat elektorale dhe marrin vota, ka një teori që është teoria e atyre që quhet efektet, ose më mirë ta them shqip, pasoja të paparashikuara të padëshirueshme. Pasoja të padëshiruara të paparashikueshme. Ata hynë për të marrë vota për të bërë opozit ndaj qeverisë, ndërkohë me ato vota që marrin, ata në një farë mënyrë opinionin publik të pakënaqur e thyen, e përçajnë, dhe si të thuash, numri i deputetëve që merr opozita në përgjithësi zvoglohet. Pra në një farë mënyrë i shërben qeverisë. A i shërben me qëllim? Unë nuk e di këtë gjë, nuk hyj këtu. Unë aplikoj teorinë asaj që quhet teoria e lojës e pasojave të padëshirueshme. Po me këtë logjik, a nuk mendoni që kështu askush nuk do mirëpritej po të hynte kundër këtij establishmenti, pra ne do rinim në status quo për jetë?